Qindra banor përfaqësues të pushtetit vendor dhe politikanë biznesmen protestuan në Ulqin me moton "Ulqini nuk është në shitje". Protesta u thirr për shkak të pakënaqësive lidhur me tenderin për dhënien me qira të plazheve të Ulqinit, të cilat vitet e fundit janë marrë me qira nga biznesmenët lokal. Kryetari i komunës Genci Nimanbegu tha se ky protestë është kulmi i pakënaqësisë me centralizimin e pushtetit nga qeveria e Malit të Zi. Por në një kohë fare të shkurt i shëndru në betejë dhe pakënaqësi gjithë komunitetit ton nga trajtimi si ka Podgorica ndaj Ulqinit. Atë pakënaqësi duhemi qartë mi shpreh, duhemi zbashku mi shpreh dhe komuna, ku vendi komunës son dje ka shpreh atë. I kemi vu kushtet për investime. Ndërkohë përfaqësuesi i shoqatës së qiramarrësve të plazheve, Albert Kastrati, deklaroi se kompania huaj që ka marrë pjesë në tender dhe ka fituar konkursin për 9 plazhe, është favorizuar për shkak të vonesës së procedurës së tenderit që të mund të regjistrohet në Mal të Zi dhe të aplikojë. Kryeministri malazez përcolli mesazhin se Ulqini do të zërë vendin që i takon në hartën turistike botërore. Projektet e mëdha zhvillimore u sjellin fuqi ekonomike bashkive dhe zëri i tyre bëhet më i fortë.